Partia Mundësia është e fundit nga partitë e vogla parlamentare që është takuar nga Partia Demokratike në bisedime për të gjetur një kandidat për Tiranën përballë Gerta Manasiliut, ndërsa socialistët duken më në avantazh pra në raport me fushatën, duke marrë parasysh se përveç se kanë caktuar që në datën 11 shtator kandidatën që është Gerta Manasiliu, ditën e sotme ne I kemi dhënë edhe emrat e të gjithë ministrave, deputetëve dhe ish-deputetëve që janë caktuar në të 13 zonat e Tiranës plus zonat rurale nga kryetari I partisë dhe kryeministri Edi Rama. Për të diskutuar se çfarë ka propozuar Partia Mundësia dhe çfarë pritet të sjellë opozita në zgjedhjet e datës 9 nëntor për Tiranën, por ndoshta edhe për qaqet e tjera, kam kënaqësinë që në studio të kem deputetin e Kuvendit të Shqipërisë, në kryetarin e Partisë Mundësia, zotin Erald Kapri. Zoti Kapri, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma Besi, faleminderit për ftesën. Që po flasim së bashku dhe punë të mbarë në vazhdim se kjo është biseda jone e parë me ju si deputet I Kuvendit të Shqipërisë. Tani un kam me dëshirë të nis pak ndryshe bisedat dhe të kap atë që ndoshta nuk është kapur në dalje të tjera ose në komunikime publike. Pse ishit ju në takim, ende nuk është thyer, po themi ai inati midis Agrënshehit dhe Partisë Demokratike? Po, nuk është koalicion me Partinë Demokratike, kemi thënë këtë gjë. Dakor. Ne jemi ndarë me kanë takuar kryetarin e partisë, takuan me Diun, takuan Dukën. Në çdo parti tjetër kanë takuar kryetarin. Vetëm ju u ala sheha I ju që të mos takohej drejt për drejt ndoshta me ata. Çdo parti cakton negociatorët e vet. Kjo nuk ka në rëndësi. Unë jam deputet në Kuvendin e Shqipërisë, bashkë me sekretarin e përgjithshme të Partisë Mundësia, Barbara Dodën. Kjo në asnjë rast për tulur peshën politike, thjesht e kam tek rasti I zotit Shehaj me që doli nga PD-ja. Në një negociat parimore. Pra, që mendoj që arriti një rezultat. Besi shiko pak. Më ndiq pak. Po. Me vëmendje. Sa mbaruan zgjedhjet e 11 majit, pak javë pas tyre, kur ende opozita ishte në shushatjen e rezultatet e 11 majit, Agrënshehja ishte I pari që tha, duhet të gjejmë një zgjidhje për Tiranën, sepse e prisen që shumë shpejt ne do kemi zgjedhje, sepse Ron Verlie ndodhej në burg. Pra duhet ishim gati për zgjedhjet në Tiranë. Rezultati veçanërisht në Tiranë tregoi që balanca politike midis votës opozitare në tërësi dhe votës për pushtetin është pothuajse në numra të barabartë. Por edhe për të arritur këtë gjë, nuk kërkohet thjesht unifikimi I opozitës në tërësi, por edhe të shkojmë përtej saj, në mënyrë që të krijosh frymën dhe sinergjinë e duhur për të përgjigjur Edi Ramës në mandatin e 4 dhe me këto numra të frikshme që ka në parlament. Pra dhe qasja jon, parimi jon ishte kjo, që nëse ne vërtet do të kemi një shans në Tiranë, që jo thjesht të mposhtim me Tiranën, por dhe të japim Tiranës një kryetar bashkie me kohë të plotë, njëri të ndershëm, njëri kretë kundër nga çfarë përfaqëson Ron Veliaj, ne do të kemi një kandidat jo partjak. Pra një kandidat jo thjesht që të jetë mbi gjitha partitë opozitare, por dhe një kandidat të tërhequr dhe një pjesë të madhe të qytetarëve të Tiranës, të cilët janë ata që quhen zona gri, të pavendosur dhe të cilët nuk se kanë interes për politikën, se do të kuptojmë këtë gjë që unë mendoj që shumica e qytetarëve në Shqipëri nuk kanë interes për politikën. Po. Dhe deri ku me të drejtë, sepse politika është bërë shumë pistë në këtë vend. Pra e parandjem, e paralemruam dhe e hodhëm këtë tesë. Tani jemi në kushtet që edhe pse presidenti vendosi me një dekret antikushtetues të caktoj datën brenda 5 javëve tani, që s'mund të themi jo, sepse opozita si parim gjithmonë kërkon betejë më të afërt elektorale. Pra e quan fat kur ndodh që të ketë zgjedhje parakohshme sepse jep mundësinë përballet, atë që kërkon gjithmonë. Çfarë kërkon opozita kudo në botë? Zgjedhjen në kohën sa më të afërm, të dy të përballesh. Që të rrezoj kundërshtarin politik që është patjetër. Pavarësisht se e bëri presidenti I Republikës, që ishte antikushtetuese, sepse kushtetuta respektohet, pavarësisht se të shërben ose jo ty, respektohet siç është, ne sërish duhet I përgjigjemi kësaj sfide elektorale. Kemi hedhur tezën, të thash, për një kandidat, pa vënë kushte tek emri, por për një kandidat që të unifikojë opozitën dhe të shkojë madje edhe përtej opozitës. Pra kjo është thelbi. E qartë. Zoti Kapri, vetëm një ndërprerje të shkurtër do të lidhem me kolegun Martin Marku tani në Lezhë për një ngjarje të rëndë raportuar atje, një 65 vjeçar është gjetur I pajet, dyshohet I vrarë, por detajet na I përcjell kolegu Martin Marku. Martin, për çfarë bëhet fjalë dhe kush është Gjegj Tusha, I cili u gjet I pajet, I dyshuar I vrarë me armë zjarri? Besimi ndema, në fakt një ngjarje e rëndë është raportuar nga ana e policisë së Lezhës, ku një person është gjetur I pajet në afërsitë e lumit Mat, pikërisht vetëm disa metra larg ku ndodhemi ne aktualisht, bëhet fjalë për shtetasin
Gjergj Tusha, i cili është i moshës 65 vjeç, ai rreth orës 14:40 në fakt në sallën operative ishte marrë njoftimi nga ana e vajzës së tij, shtetases me iniciale AG, se kishte humbur kontaktet, ndërsa pas disa orësh kontrollesh dhe kqyrjesh në zonë është gjetur pa shenja jete pikërisht në afërsi të lumit Mat. Ndërkohë nga kqyrja paraprake nga ana e policisë së Lezhës, viktima ka shenja dhune në trup, ndërsa po ashtu pas një ekspertize të parë nga ana e grupit hetimor, dyshohet të ketë edhe shenja të plumbave ose plumbit edhe jetën 65 vjeçarit. Ndërkohë, mbeten ende të paqarta rrethanat e kësaj ngjarje të rëndë, ndërkohë që grupi hetimor ndodhet aktualisht akoma në vendin e ngjarjes. Megjithatë, Gjergj Tusha nuk është një emër i njohur në fakt për policinë deri në këto momente, pra nuk ka informacione nëse ka një precedente më parë penal, nëse ka patur ndonjë konflikt më hershëm, por megjithatë janë duke u pyetur familjarët, duke pyetur banorët e zonës, pasi fillimisht kanë qenë banorët e zonës të cilët e kanë parë trupin e pajet në afërsitë e lumit Mat, dhe më pas është njoftuar edhe policia, ku ka bërë edhe kqyrjen e paraprake të trupit të 65 vjeçarit, ku ka konstatuar shenja dhune dhe një shenjë plumbi në trup, shka i ka kushtuar edhe jetën këtij të fundit. Mirë Martin, faleminderit për momentin për këto informacionet para që na raportove. Në vazhdim, nëse ka të dhëna të tjera, ne lidhemi dhe i përcjellim me teleshikuesit. Ishim me kolegun Martin Marku, ndërsa rikthehemi në bisedë me zotin Erald Kapri. Zoti Kapri, çfarë kuptimi ka të propozosh një kandidat jo politik kur në fakt je në vetvete një parti politike? Se kandidatët jo politik garojnë si të pavarur. Për shembull, unë kam nxjerrë të dhënat e gjitha zgjedhjeve dhe në zgjedhjet e 12 tetorit 2003 kandidatët kryesorë ishin Edi Rama dhe Spartak Ngjela, dhe përveç tyre janë gati edhe 10 persona të tjerë të cilët kanë kandiduar ose si të pavarur ose nga shoqëria civile. Pra kur je parti politike, më thuaj cili është rezultati? Më fal? E djathta, në gjitha garat që ti përmende, ka tentuar gjithmonë të ketë një figurë të plot politike ose figurë të rënd politike, në të quajmë. Cili është rezultati? Vetëm që nuk ka fituar, do të thonë. S'ka fituar, pra. Ka fituar në 2011. Që të bësh të njëjtën gjë gabim, do të thotë të presësh rezultat ndryshe. Pra, kur themi një kandidat jo partijak, do të thotë jo një antar dhe një person që identifikohet me një parti të caktuar. Po flasim për një person jo partijak, por një person publik, një person me integritet, të ndershëm, një njeri të pakorruptuar, në mënyrë që të bëj kontrastin me palën tjetër. Po gjithë që keni në parti janë korruptuar, zoti Kapri? Se kështu bëhet para gjykimit për ata? Jo. Se kur thonë ne kërkojmë nga jashtë një pa korruptuar. Të lutem shumë. Jo, tani nuk po kupton parimin më duket. Nuk po themi që s'kemi kandidat partijak, ose nuk ka kandidat të mirë brenda partisë të PD-ja ose të forcat e tjera. Se po që për kandidat të fortë, unë ja u them që dhe zoti Sheha është një kandidat potencial për të garuar për Bashkinë e Tiranës. Po ne apo flasim për një figurë që të unifikojë gjithë opozitën dhe të unifikojë gjithë votën opozitare dhe të shkojë përtej. Më kuptoni këtë gjë? Absolutisht. Pra ne kemi shumë kandidat edhe tanët. Barbara Dota do ishte një kandidat e shkëlqyer për Tiranën. E shkëlqyer po që për nuk Tiranën. mbështet Partia Demokratike. Po pikërisht, pra, po tani kur nuk mbështet, po themi Barbarën të ana jonë, ne si mund mbështesim një deputet të PD-s. Pesha politike njëjtë me një parti që ka 50 deputet dhe të imponoheni ju me gjithë respektin me 2 deputet? Nuk po kërkojmë të imponohemi, të qëndrojmë të parimi. Tani ne kemi 6% të votave në Bashkinë e Tiranës, kemi marrë të votë besim. Mbi 20.000 vota qytetarë të Bashkisë Tiranës na kanë besuar ne në projektin tonë politik afatgjat. Tani nëse duam vërtet që të sjellim një model të ri për Bashkinë e Tiranës, ne nuk mund i bindim dot votuesit tanë të votojmë për një kandidat partijak kur jemi ndarë me ta. E kuptova. Pra ne nuk po tentojmë të bashkohemi me Partinë Demokratike, ne kemi rrugtimin ton politik që është totalisht ndryshe, pra nuk është koalicion me PD-n. Ky është një koalicion me qytetarët për t'i dhënë Tiranës një kryebashkiak me kohë të plot që të punojë për qytetin, se ka nevojë Tirana për një kryebashkiak, dhe që t'jetë mbi palët, t'jetë i ndershëm, t'jetë i pakorruptuar dhe t'jetë njeri që të kthejë besimin qytetit.
Duhet t'ju sjell 3 shembuj në raport me këtë kandidatin jo politik që thoni. Shembulli i parë ka të bëjë me Vlorën, zoti Kapri, kur u kandidua Petro Gjikuria në zgjedhjet e 4 gushtit 2024 dhe fitoi Vangel Tavo, një figurë tërësisht politike edhe me LSI-n edhe me Partinë Socialiste. Tjetër realitet i marrë. Jam dakord, por edhe për Tiranën, në vitin 2015 ka kandiduar doktor Halim Kosova, një figurë e cila ishte politike, po jo me një karrierë po themi shumë të madhe. Ka qenë ministri i shëndetësisë në fund në Partinë Demokratike dhe më pas për 2 vite 2013-2015 deputet, apo një rast tjetër për shembull, pavarësisht se ndoshta nuk ka krahasim, Arben Skënderi që e provoi me Bindjen Demokratike në vitin 2019 përballë Erion Veliajt kur të tjerët. Partia Demokratike nuk u fut në zgjedhje dhe mori 9300 vota, pavarësisht se me cilën sigël ishte një figurë jo drejt për së drejti politike. Obes, që do të bëjmë kalkulime, ne mund marrim edhe 11 maj. Pra PS-ja ka 48% votave. PD-ja ka 33, ne kemi 6. Pra ne dhe PD-ja mund të shkojmë rreth 40% të votave. Prap ngelet një hendek i madh, 8%-ish. Dakord? Diferenca, po. Diferenca. Ndoshta mund të shosë pak parti të vogla, aty ngelet. Ngelen prap shumë për të fituar, që është pjesa gri, pjesa qytetare e Tiranës, njerëzit e pa angazhuar në politikë, që janë shumë. Si do t'i bindim ne këta? Si do t'i bindim? Pastaj është çështja e modeli bes. Ka ardhur koha të hapet opozita. Duhet të hapet opozita. Nuk mund të vazhdojmë me një model. Dakord, zgjedhjet kanë probleme, pushteti ushtron një presion të madh. Por Tirana është ndryshe. Unë e thash, Tirana kanë rezultate ndryshe në krahasim me gjitha qashjet e tjera. Pra është qyteti që ka një dinamikë ekonomike, ka një pavarësi më të madhe, ka një qytetari më të madhe, të cilët nëse ti u fiton besimin, të votojnë. Me projektin ton politik, Partia Mundësia nxori 2 deputet në Tiranë. Po si nxori? Duke e folur atyre ndryshe, duke e folur për nevojën për mundësi ekonomike, për një model të ri politik, që shikon, domethënë, që shikon një model perëndimor, ku njerëzit të kenë një treg të hapur të punojnë dhe t'ia dalin dhe mos i pengojë qeveria. Partia Mundësia i mori 2 mandate edhe duke qenë përveç qeverisë, duke qenë në një farë mënyre edhe jo bashkë me Partinë Demokratike. Kjo gara e 9 nëntorit, ku nëse bini dakord për një kandidat përbashkët, votat do t'i kërkonin në të njëjtin thes edhe me ato të Partisë Demokratike. Mendoni se do të ndikojë tek elektorati juaj, zoti Kapri? Dgjoj, ne nuk po i themi elektoratit tonë se po bashkohemi me PD. Ku mbështesin një kandidat përbashkët të gjithë? Po, sepse do mbështesim një model që sjellë i qytetit ndryshim. Ne po ofrojmë një zgjidhje. Ne po them të gjejmë një kandidat i cili të japi zgjidhje Tiranës. Dhe kjo është thirrje për të gjithë. Ne nuk bashkohemi me PD-n, rrugët tona janë ndarë me PD-n. Por Tirana ka nevojë për një zgjidhje. Ka nevojë për një kandidat të ndershëm që të jetë e kundërta e Manasterliut. Dhe kjo kërkon impenjimin e të gjithëve. Pra ne kemi vënë veten në dispozicion për këtë model. Pra ne nuk po kërkojmë që të bëjmë një koalicion politik. Nuk na intereson fare kjo gjë. Ne na intereson një koalicion me qytetarët. E qartë. Zoti Kapri, ju e tha pak më parë se kryetari juaj i partisë, deputeti Agron Shehaj, mund të ishte një alternativë shumë e mirë për të kandiduar. Nëse e mbështet Partia Demokratike, ai e pranon apo kjo është një Ne nuk dalim jashtë parimit ton. Nuk dalim jashtë parimit ton. Pra ne e shohim edhe si model të çështje. Pra Tirana është një bashki e madhe që ka nevojë të ketë një kryetar bashkie me kohë të plotë. Pra të shohim si model tjetër. Pra na duhet një kandidat që të gjithë të njësohen rreth tij, që të fillojnë të përfaqësohen rreth tij. Ndaj themi jo një figurë politike në jetën aktive. Sepse mund edhe, se s'ka dhe komën... Shpërqendrohet me çështjet e tjera? Jo, po nuk mund të ndoshta të njësoj opozitën në një kohë kaq të shkurtër. Por, tani ka diçka. E përmendëm. Gjithmonë është tentuar me atë model dhe është humbur. Tani, a ka nevojë urgjente opozita që të hapen ndaj shoqërisë? Se kjo ka qenë një nga kritikat e mëdha, apo jo? Që opozita, veçanërisht PD-ja në këtë rast, nuk është hapur ndaj shoqërisë. Kjo erdhi momenti. Bëje, çat kushton, e ke provuar në kaluarën, ke humbur, ka ardhur momenti për të bërë diçka ndryshe. Pra ne këtu jemi qasur. Pra, që themi që se ne 6%, dëgjoj, bes, po ta shikonim ne në këtë vështrim të ngushtë politik, ne mezi po i presim të zgjedhjet, në kuptimin që dalim e të garojmë. Është një mundësi e madhe, jemi parti politike, duam garojmë, duam të tregojmë që kemi mbështetje të madhe. Nuk po shikojmë këtë vështrim të ngushtë. Thash, kemi kandidat që mund dalim edhe të sillim një alternativë shumë të mirë për Tiranën. Shanseve përfitore, po votat në një farë mënyrë janë treguesi. Por në qoftë se ne vërtet do mendojmë
që ky është një moment shumë i rëndësishëm në qytetin e Tiranës. Përse një figurë jo thjesht për të unifikuar opozitën dhe për dhe një mesazh të pushteti mjaft agresiv në këtë mandat të katërt, por edhe për një shpresë të re në Bashkinë e Tiranës. Ermal Hasimi, politologu dhe disa emra të tjerë të cilët janë lakuar, kanë reaguar publikisht vetëm pas takimit që përfaqësues Partisë Demokratike patën me ju, zoti Kapri, me ju e kam fjalën si parti. Ju ishit propozuesit e tyre duke nisur nga Hasimia? Dgjoj, duhet të respektojmë negociatat, besë nuk është, ne thamë që i qëndrojmë një parimi, pra nëse identiteti i kandidatit është rreth tip parimi, pra një figurë publike, i bërvet, i zoti, i lidhur me qytetin dhe me problematikat e Tiranës, i pa shantazhuar, i pa korruptuar, që të fitoj besimin e gjithëve. Sigurisht, pse jo, që të ketë edhe një histori me të djathtën, që të jetë opozitar besi. Atëherë po, ky është i kandidat ideal që mund mbështetet nga të gjithë. Dhe ne nuk kemi vënë kush për emrin. Pa ne jemi këtu me bazë parimore. Kush do ishte emri? A kemi emra pa hyrë se kush janë ata? Kemi diskutuar emra bes. Pra është sigurisht që kemi diskutuar sepse përfliten shumë, duhet ketë një realitet, përflitet shumë emra. Po dhe çështja e emrit pastaj është çështje edhe preferencë. Po unë po them një gjë tjetër ty që në tryezën e bisedimeve ne kemi hedhur një ide të re politike që nuk e di nëse mund të realizojmë ato pak kohë të shkurtër. Kemi thënë të gjejmë një kompani të huaj sondazhesh, të besueshme, dhe të gjithë kandidatët e propozuar t'i testoj ajo. Dhe brenda pak ditësh ajo kompani mund ta bëjë një sondazh në Tiranë dhe të nxjerrë. Kërkon shumë para, ju keni mundësitë ekonomike apo bashkë me Partinë Demokratike? Bes, ne jemi një parti moderne dhe ne bëjmë shpesh sondazhe. Nuk kërkon shumë para. Dakor? Dhe nuk është një shifrë e jashtëzakonshme. Jo, dakor, po flas edhe për financat. Është më shumë te çështja e kohë. Të thash, një sondazh që mund ta bësh vetëm në Tiranë nuk është çështje se kushton shumë. Është çështja te koha. Po gjithsesi mund të duhet ndoshta 5 ditë një javë kohë të bëhet. Pranua si propozim nga pala përballë? Në parim po, e kanë thënë dhe publikisht, po nuk e di nëse mund të realizohet në çështje pak kohë sa ka ngelur se është caktuar data, sepse momentin që jemi ulur në tryezë nuk ishte caktuar ende data e zgjedhjeve. Zoti Kapri, ju thatë edhe pak më parë pra që çdo parti politike dëshiron që sa më parë të ketë zgjedhje sidomos kur është në opozitë për të përballur me kundërshtarin në pushtet. A është pak vonë Partia Demokratike se u bën Partia Demokratike po thënë gjithsesi opozitë në këtë rast. Se u bën protesta 4 muaj përpara se ta arrestohet Velia. Është fakt. Unë thash që Agron Shej ka qenë i pari që ka thënë që duhet të qasajmë ndryshe me të gjithë se gara do jetë afër. Pa pritet që Tirana do kishte zgjedhje, madje ishte skandal që po mbahej zvarr. Se unë bajtë zvarë 8 muaj, apo jo. Edhe e drejta do ishte që në momentin që Reon Velia ju arrestua, du të kishte zgjedhje. Që në atë moment du të kishte zgjedhje. Mënyra si e mbajtën kryetar bashkie me zorë për 8 muaj, ishte e rëndë. Ligjia jep 3 muaj kohë, që në atë moment nuk mund kishte zgjedhje zoti Kapri. Po dakord, po është morale, politika është moral, besi, nuk është çështje ligjore tani. Në perëndim zyrtarët e lartë japin dorëheqje për një paragraf plagjatur në punimet e diplomës. Një pyetje shumë interesante. Se të arrestojnë o ke një akuzë për korupcion. Ju që sigurisht si politikanë e ri dhe që thoni politika është moral, sa të vështirë patë të uleshit në të njëjtën tryezë me ata që akuzuan Agron Shejën se kishte vjedhur dhënat e Partisë Demokratike para zgjedhjeve? Bes, përderisa ulën në tavolinë, do të thotë që nuk e kanë pas seriozisht apo jo? Se kanë pas seriozisht deklaratën ata? Po shu i bie. Sepse akuza ka qenë një ndër to që ne jemi pateritë se Edi Ramës, jemi të vënët e pushtetit. Atëherë pse ulën në tavolinë? Do të thotë që ata nuk i besojnë vetë, po them si Partia Demokratike, se kjo doli e pavërtet apo jo. Me mbështetjen e madhe që ne morëm, ajsa morëm në zgjedhjet e kaluara, ne kemi marrë një votë opozitare. Ne qëndrojmë në opozitë, ne bëjmë opozitë bes, ne flasim për njerëzit. Kështu që, domethënë, nuk po them pyetje, po çasja bie në tërësinë. E qartë. Zoti Kapri, duke marrë parasysh faktin se po themi ndoshta për kandidatin e Tiranës mund të dilni të gjithë së bashku dhe mbështesni të njëjtin kandidat. Ka ambicie partia mundësia që në ndonjë nga 5 bashkitë e tjera në Mat, Tepelen, Berat, Cerrik dhe Vlorë të nxjerrë një kandidat të vetëm që mbështetet nga gjithë opozita, se zoti Boçi si nënkryetari i partisë që kisha të ftuar e la të hapur si mundësi, pra që nëse biem dakord për Tiranën, pastaj bashkitë e tjera opozita mund mbështesë një që mund vjedhë nga mundësia edhe partitë e tjera. Jo, fare. S'keni ambicie? Jo, nuk është se s'kemi ambicie, kemi shumë ambicie. Nuk e shohim si pazar. Nëse kemi përmend fare bashkitë e tjera.
Edhe për një arsye tjetër, se ne shikojmë që ndikimi i pushtetit në ato bashki do jetë i tmerrshëm. Sepse ka dhe një fakt tjetër që në çdo zgjedhje të pjesëshme vendore, gjithmonë i ka fituar qeveria kushdo që ka qenë në pushtet. Gjithmonë. Se turren tani gjithë drejtorat dhe ministrat në ato pak bashki atje dhe ne dimë se çfarë bëjnë, apo jo. Dihet ky fakt. Dhe jam i drejtë me ju, nuk kemi folur fare. Asa kemi hedhur këtë në tryezë dhe nuk e duam. Nuk e shohim si pasar. Tirana ka një rëndësi tjetër. Sepse ti ndryshimin e madh nga Tirana do e nisësh. Nuk presit të nisi ndryshimin nga Berati. Është i rëndësishëm dhe Berati dhe Vlora e bashkit Matje, gjithë bashkitë. Po, bashkitë e tjera, absolutisht, për respekt në gjithë qytetarëve. Por nga Tirana do nisësh ndryshimin. Nëse ti nuk bën ndryshim në Tiranë, mos prit të ndodhi në bashkitë e tjera. Ne kemi qëndruar ti parimi për bashkinë e Tiranës. Sigurisht që ky parim do vlej pas edhe për bashkitë e tjera. Pra, ideja është që ti në çdo bashki do tentosh të sjellësh kandidat sa më të gjithë pranuar. Çfarë duhet të premtoj kandidati i opozitës për Tiranën, zoti Kapri, duke marrë parasysh dy gjëra. E para është vetëm një vit deri në vitin 2027 dhe e dyta Këshilli Bashkiak është me dominim Partisë Socialiste, pra sepse tani votohet vetëm për kryetarin dhe në një farë mënyrë pushtetin kushdo që të jetë kandidati fitues pas 9 nëntorit, pushteti i Këshillit Bashkiak mbetet në ndikimin socialist. E kuptoj. Cili do të jetë premtimi kryesor ose cila do të jetë oferta kryesore pra të fitoj besimin e qytetarëve të Tiranës. Në çfarë forme? Se nuk do vjedh. Se nuk do jetë modeli Erion Veliajt. Vetëm kjo kërkohet. Sigurisht pasaj edhe të krijojë dhe ekipin e vet dhe të flasi për disa zgjidhje reale që ka nevojë qyteti i Tiranës. Qyteti i Tiranës ka nevojë urgjente për pastrimin. Siç thoni ju duhet të bëj diçka se s'po vjen. Kjo është thelbi. Besi, unë mendoj që një qytetar që krijon besimin tek një kryebashkiak që ky nuk më vjedh, ai qytetar krijon besimin që ky kryetar bashkie do më rregulloj transportin publik, do më rregulloj çështjen e plerave, do më rregulloj cilësinë e ajrit, do më rregulloj të zhurmave që është bërë një katraur Tirana, do e bëj jetën më të lehtë në Tiranë. Pra kur fiton këtë besim që ky nuk vjedh, ai do bëj ca punë në qytet. Kjo është thelbi. Çfarë marrëdhënie keni me partitë e tjera të cilat janë të vogla, por nuk po i quajmë ala tradicional Partisë Demokratike, por me ata që nuk kemi komunikim. Nuk kemi komunikim, realisht nuk unë thash ne nuk s'keni komunikim për shkak të mospasjes nevojë, nuk pëlqen mënyra se si janë nuk po bëjmë koalicion partijak. Më vjen keq. Ara, kemi edhe një tezë, kemi edhe një ide dhe presim që rreth sa ide të unifikohet gjithë opozita. Nuk po bëjmë pazar. Si më unë me njëri tjetër. Çfarë ndodh në qoftë se ata nuk e pranojnë ofertën tuaj dhe dalin me një kandidat politik nga Partia Demokratike? Do shqyrtojmë të gjitha mundësitë tona. Që të dilni edhe ju me kandidat tuaj? Po patjetër. Ne jemi parti politike. Do të garojmë. Për në qoftë se shikohet e pamundur, veçanërisht nga PD-ja, që të ketë një unifikim rreth këtij parimi, sigurisht ne kemi mundësi të tjera absolutisht. Në mos gaboj, zoti Shehaj ka hyrë si deputet për herë të parë nga Vlora, se edhe atje ka zgjedhje. Ka hyrë nga Vlora, e mbaj mend në 2017. 2017, po. Jeni të interesuar për garën atje, zoti Kapri? Po, kemi kontakte, mbajmë kontakte dhe po flasim. Sigurisht që përmendaj që në zgjedhjet e pjesshme ndikimi i pushtetit është i jashtëzakonshëm. Ka qenë fakt që gjithmonë i ka fituar pushteti. Por, domethënë, përqendrimi i energjive duhet të jetë në Tiranë. Pra këtu në Tirana duhet të shërbejë si model tek të gjitha. Pastaj do të shtrihet kudo. Por sa kohë do të qëndrojmë parimit, mendoj që do jetë më lehtë për opozitën në tërësi më pas. E qartë. Dhe pyetja e fundit, ju vini nga jetha akademike, zoti Kapri. Çfarë mendimi keni për kandidatën socialiste? Për Gerta Manasiliu, bëra lidhjen akademike se më parë ka qenë pra tani në fund periudhën e fundit ka qenë ministri i arsimit. Gerta Manasiliu është modeli tipik i politikanës që nuk mbahet mend për asnjë ide politike dhe mbahet mend vetëm për skandalet dhe për aferat korruptive. Zoja Manasiliu mbahet mend për tendera sekret në momentin më të vështirë shqiptarëve kur kishte Covid. Zoja Manasiliu mbahet mend që e çoi Shqipërinë të fundit në raportin e PISA-s për cilësinë e arsimit në Shqipëri. Pra, këto rezultate ka zonja. Dhe zonja nuk ka punuar kurrë në jetën e vet. Dakor? Ka punuar gjithmonë pas Edi Ramës, gjithmonë pas pushtetit të tij.
nuk ka treguar veten në asnjë lloj sektori tjetër. Pra edhe çdo kush e kupton që nëse nesër ajo zgjidhet kryetare e bashkie, ajo do i shërbejë interesit e Edi Ramës dhe jo interesit e qytetit. Është kaq evidente. Në qartë. Faleminderit për këto minuta, zoti Kapri, ne mbetemi në vazhdim për të tjera komunikime në varësi të rëndësisë së situatës. Faleminderit. Ishim me deputetin Erel Kapri, i cili na bashkua drejt për së drejti, vetëm një ndërprerje shkurtër dhe menjëherë më pas do të rikthehemi me të ftuarin e radhës për të folur për Kosovën, e cila duket në një udhkryq jashtëzakonisht të vështirë, diplomatik, ekonomik dhe gjithashtu politik. Bëhet fjalë për një krizë e cila zgjat prej muajsh dhe nga ana tjetër, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pezulluar dialogun strategjik. Se çfarë po ndodh atje, e mësojmë menjëherë pas pak, mos u largoni nga Klan News.